Mirë se erdhe, kënaqësi që kemi ardhur sot në pikën në Prishtinë. Kënaqësia është e imja dhe nga ju shumë faleminderit. Edhe është një kënaqësi e veçantë që të flasim bashkë sot për një eveniment shumë të madh që çdo vajzë ndëron, që është dita e saj e martesës. Dhe kjo është një gjë shumë e bukur që është kënaqësi dhe unë kam shumë vite që e bëj këtë biznes, shumë vite që Ike jam të këta emocion këti biznesi. Patjetër, është një pjesë e madhe jetës time që e kam kaluar bashkë me të. Si ka qenë fillimet, po na intereson me ditë pjesa kur vetëm projektit që t'lapa gjumë tash u bë dhe realitet, si e kam prit njerëzit? Është, si të themi, kjo është një gjë që ti ndoshta që e vogël, çdo vajzë ndëron, stilon, frizator një fustan të bukur që do ta veshi më pas, ose ditën kur ajo do martohet, ndëron një fustan si do jetë, me lule, apo me i thjesht, apo i fryr, apo i ngushtë, mermaid. Janë disa stile që futen brenda. Kështu ka qenë ëndra ime.